Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Zona Tech. Hapësira ku mund të flasim më tepër për zhvillimet më të fundit të botës të teknologjisë. Jemi sërish së bashku për të sjellë për ju rubrika të ndryshme siç janë lajmet e javës, pak histori, personazhe të njohur, si dhe kuriozitete teknologjike. Pa u mbërkohë, le të nisim me lajmet e javës. Çfarë ka ndodhur këtë javë në botën e teknologjisë? Debate në SBA midis qeverisë dhe një kompanie të inteligjencës artificiale. Kompania e inteligjencës artificiale Anthropic është përfshirë në një debat me autoritetet e SBA-s për shkak të kërkesës për akses të pakufizuar ndaj mjeteve të tij të inteligjencës artificiale nga kontratat qeveritare. Një tension i ri rreth kontrollit të teknologjisë të avancuar. Google prezanton certifikata të reja për mbrojtjen në internet. Për të përgatitur webin ndaj rreziksheve të kompjuterit kuantik, Google po nxit një rollout të certifikatave HTTPS, që janë të dizenjuara të jenë rezistente ndaj sulmeve kuantike, duke mbrojtur privatësinë dhe sigurinë online në një nivel të ri. Gjithashtu ka patur rritje të investimeve dhe të startupeve teknologjike në Evropë. Kjo javë ka patur rritje të financimit për startupet teknologjike, përfshirë fonde për automatizimin e dronëve dhe mjeteve autonome për logjistik. Një sinjal i fuqishëm se teknologjia e ardhshme do të fokusohen më shumë tek robotika, inteligjenca artificiale dhe shërbimet inteligjente. Kina synon vetë mjaftueshmëri teknologjike. Kina ka shpallur një plan të ri 5 vjeçar për të përshpejtuar zhvillimin e vetë mjaftueshmërisë në teknologji dhe inovacion. Sipas Ministrit të Shkencës së Teknologjisë, vendi do të investojë më shumë në kërkimin e zhvillimit në teknologji bazë si inteligjenca artificiale dhe teknologjitë kuantike dhe do të krijojë një ekosistem global inovativ me infrastruktura të mëdha teknologjike dhe bashkëpunime ndërkombëtare. Më në fund, OpenAI lançon ChatGPT 5.3 Instant me përmirësime të mëdha. Kompania OpenAI publikoi versionin e ri të modelit të saj të njohur të inteligjencës artificiale GPT 5.3 Instant, i cili synon të përmirësojë saktësinë, shpejtësinë dhe mënyrën se si modeli i kupton kërkesat e përdoruesve. Ky version i përditësuar sjell rezultate më të personalizuara dhe më të fokusuara, duke ulur kështu përgjigjet e paqarta ose të përgjithshme dhe duke rritur kapacitetin e bashkëveprimit me përdoruesit në mënyrë më natyrale. Dhe tani është momenti që ne të flasim pak për të shkuarën dhe të sjellim tek ju rubrikën pak histori. Dhe pikërisht sot do të flasim për Metaverse. Metaverse dhe ardhmja e botëve virtuale po përfaqësojnë një nga zhvillimet më interesante dhe më të diskutueshme të teknologjisë moderne. Koncepti Metaverse i referohet pra një universi virtual të përbashkët ku njerëzit mund të ndërveprojnë me njëri tjetrin me objekte digjitale në kohë reale përmes internetit. Ky univers virtual synon të kombinojë elemente të rrjeteve sociale, lojrat online, realitetit virtual dhe realitetit të shtuar në një hapësirë të vetme digjitale, ku përdoruesit mund të punojnë, të komunikojnë, të mësojnë dhe gjithashtu të argëtohen. Termi u bë shumë i njohur në vitet e fundit, sidomos pasi kompania Meta Platforms njoftoi fokusin e saj të madh në zhvillimin e kësaj teknologjie. Dhe më përpara, ndoshta këto të gjitha kanë qenë edhe të ndara dhe virtualiteti i shtuar dhe lojrat online dhe kështu, tashmë do bëhen në një platformë të vetme dhe ti mund të kesh mundësinë që të zgjedhësh dhe vetë çfarë kërkon të bësh në platformë. Është vërtet një nga zhvillimet më interesante, por dhe më kreative, do thoja unë, të teknologjisë në vitet e tashme. Po, sepse ti përmbledhesh të gjitha bashkë në një dhe të argjish dhe të komunikosh dhe të punosh dhe të argëtohesh. Kërkon shumë punë, po. Ideja e Metaverse në fakt nuk është krejtësisht e re. Ajo përmend për herë të parë në romanin fantastiko-shkencor Snow Crash të autorit Neil Stephenson në vitin 1992. Në këtë libër përshkruaj një botë virtuale ku njerëzit hynin përmes avatarëve të tyre digital dhe ndërvepronin në një hapësirë tridimensionale. Ky koncept letrar ndikoi shumë në mënyrën se si teknologët dhe zhvilluesit filluan që ta imagjinonin të ardhmen dhe zhvillimin e internetit.
Sot Metaverse shihet si evolucioni i radhës së internetit, ndonjëherë i quajtur kështu edhe interneti i përjetimit, ku përdoruesit nuk shikojnë vetëm përmbajtjen e ekran, por ndihen sikur janë fizikisht brenda një bote virtuale. Brenda një bote tjetër. Është shumë interesante në fakt që të jesh këtu ku je dhe të jesh në të njëjtën kohë në një vend tjetër. Po. Është shumë interesant fakti dhe unë kam dëshirë ta provoj sepse nuk e kam provuar, kam parë vetëm nga ato syzet 3D, por nuk më ka lënë ndonjë mbres kaq të madhe sa të dukesh e vërtet sikur ishe atje. Shumë interesante në fakt, por e ti çfarë mendoj donjëherë? Çfarë? Nuk e di nëse teknologjia do të arrijë aq shumë sa të teletransportojë njerëzit. Nuk pra pa pasur nevojën që të marrësh avionët dhe të shkosh në një vend tjetër dhe kështu dhe imagjino sa e mirë do ishte bota nëse kjo do ishte e mundur. Bota do ishte po aq e mira që edhe e keqe. Po ta mendosh. Po ta mendosh po se të na merrnin kudo. Po. Po do ishte e mirë për shkak të kostove ndoshta deri diku të biletave të shtrenjta dhe kështu. Po pra dhe udhëtimi dhe këto kanë shihen e tyre. Po nuk e mendoj se do arrijmë ndonjëherë ta bëjmë këtë, por në mendjen time ka kaluar si proces. Jo, mendoj se të gjithë na ka kaluar në mendje, po nuk besoj se do gjendet mundësia si makina e kohës. Okej. E lejmë këtë temë. Ajo është temë që po filluam të flasim. Do vazhdojmë kur, po. Një nga teknologjitë kryesore që mundëson Metaverse është virtual reality. Realiteti virtual përdor pajisje speciale pra si kufjet ose syzet VR për të krijuar një mjedis tërësisht digital, ku përdoruesi mund të lëvizë dhe të ndërveprojë sikur të ishte në një hapësirë reale. Në fakt kemi folur dhe në një episod të mëparshëm për realitetin virtual, që kemi thënë se me anë të syzeve ti mund të ndihesh sikur po shkon në muze, po shikon vepra arti. Madje përmendëm edhe faktin që tashmë mund të ndihesh dhe aromat. Po, dhe këta. Që janë ndoshta për ta bërë dhe mjedisin ku është pak më të prekshëm. Më të prekshëm. Po. Krahas asaj përdoret edhe enjoyment reality, AR, e cila shton element digjitale mbi botën reale përmes pajisjeve si telefonat inteligjent ose syzet inteligjente. Kombinimi i VR dhe AR krijon përvoja shumë imersive dhe metaverse, më realistike, pra dhe më interaktive me njëra tjetrën. Në Metaverse, përdoruesit përfaqësohen nga avatar digital, të cilët janë figura virtuale që mund të personalizohen sipas dëshirës. Ti bësh të duken ose siç je ti, ose si do doje të ishe në një botë fantastike. Mund të kesh dy personalitete të ndryshme në një të kohë. Në këtë hapësirë virtuale, njerëzit mund të takojnë me miqtë e tyre, të marrin pjesë në evente, të ndjekin koncerte, të luajnë lojra, të bëjmë blerje ose madje edhe të punojnë në ambiente virtuale. Ne Vastiana do të shkojmë në ndonjë koncert, do bëjmë një takim virtual. Koncertin e kujdo që të shkojmë direkt. Disa platforma ekzistuese që përmbajnë elemente të Metaverse janë lojrat Roblox, Fortnite, por edhe Second Life, ku miliona përdorues ndërveprojnë në botë digjitale dhe krijojnë përvoja të ndryshme. Dhe madje këto platforma po marrin shumë hovë, dëgjoj shumë shpesh edhe nga fëmijë shumë të vegjël që përdorin shumë Robloxin. Robloxi është shumë i mirë. Nuk e kam përdorur ndonjëherë. Ne nuk e besoj se do ta përdor ndonjëherë. Ne jemi këtu përfaqësuese të dy brezave. Po. Një pak më i vjetër një më i ri. Ne Robloxin nuk e kemi arritur, nuk e kemi arritur domethënë në moshën kur duhet të luanim dhe kështu, madje unë e mbaj mend që kur kam qenë në klasë të parë të dytë të tretë, domethënë arsimin fillor, ne dilim absolutisht jashtë të luanim, normal nuk kishim telefon, ishte e pa imagjinueshme që të kishte telefona, po dhe ato telefona që ishin nga ato me butona, që nuk e se të kishte shumë lojra dhe... Përveç asaj lojës me gjarpër. Po, që ishte shumë e famshme, po dhe ato e luaj 5 minuta dhe ikte. Po dhe kompjutera nuk kishim të gjithë në për shtëpitë e tyre ose internet. Duhet të shkoje në internet kafe që ishte me pagesë, duhet të paguaje për të luajtur. Ato lojra që ndodheshin, unë mbaj mend Frivin. Ne kemi hyrë shumë në Friv.
Edhe unë isha tek Edhe në filmi. ytet. Po. Unë në fakt kam qenë gjatë pikut, gjatë kulmit të Robloxit, që ishin vitet 2016, 2017, 2018, që ishin vitet më të bukura të Robloxit. Ishte koha ku unë akoma nuk është se dija anglisht, për që nga Robloxi dhe nga YouTube e mësova, dhe sot mund të them që di po aq anglisht sa ç'di edhe shqip. I kam në nivel të barabartë. Ndërkohë që ne kemi nisur që në klasë të tretë anglishtën dhe kemi punuar, ti e ke mësuar nga Robloxi. Unë jam me mendimit që gjuhët e huaja nuk mësohen dot vetëm në shkollë. Jo, po, absolutisht. Nuk e mëson dot një gjuhë të huaj nga që bëre 2 orë mësimi shkollë, 2 orë mësimi në javë. Sepse është edhe një gjë që sidomos edhe këtu në Shqipëri, edhe kur ke lënë të huaja, gjuhë të huaja, nuk u bëhen në gjuhë, për shembull të flas mësuesja vazhdimisht anglisht që dhe ti mund ta përmirësosh, po ta kthejmë dhe në shqip. Po dhe në qoftë se do bëj ajo, nuk unë mendoj se nuk e mëson dot pa qenë atje me gjuhën direkt me ata që janë me kontaktin e vërtet. Për shembull, videot në YouTube 90% janë në anglisht. Po. Që të kapin një audiencë më të madhe, lojra të gjithë nga çfarëdo lloj shteti që të jenë atje flasin anglisht. Unë ndryshe nga ti e kam mësuar nëpërmjet filmave më shumë. Pra filmat që ishin dhe me të dëgjuar dhe me titra shqiposht, ato më kanë ndihmuar absolutisht shumë sepse dëgjoj mënyrën si e thonin dhe shikoj edhe me përkthim që ta bënte më të thjeshtë. Po. Dhe madje dhe disa miqtë e mi që nuk din aq sa duhet anglisht, ju kam thënë gjithmonë që shikoni shumë filma me titra, shumë absolutisht. Le mos jetë film i bukur, thjesht shikoj për ta dëgjuar, për ta dëgjuar dhe për ta kuptuar. E lam tek Robloxi, në fakt është për të ardhur keq, sepse në vitet e fundit ti nuk do më kuptosh. Këtu po të gjithë moshatarët e mi e ndjejnë dhimbjen. Robloxi nuk është më ashtu siç ishte. Nuk ka ndryshuar shumë. Me sa di unë, me sa e njoh unë, sepse unë të thashë që nuk e kam përdorur dhe nuk kam hyrë ta shikoj një herë për çfarë ka për mbajtjen tamam. Po me sa di unë është një platformë që shumë individ mund të hedhin lojrat dhe krijimet e tyre. Është një lojë me shumë lojra. Si punë është një lojë me shumë lojra, nuk është. Pra nuk është si Frivi, se Frivi në vetë nuk ishte lojë. Është si Frivi është. Po, një platformë që ka shumë lojra. Po, lojra që mund t'i krijojnë vetë ose kompani ose kryesisht i krijojnë vetë njerëzit, lojtarët, po. Mund të bëjnë grupe, krijojnë atë mini kompani. Po, kaq informacion e kam. Po. Pastaj se si luajnë se si kështu nuk e di. Dhe më përpara është kjo që thua ti, që kam menduar kur doli në fillim që ishte thjesht një lojë Roblox, jo një platformë që kishte shumë lojra të tjera brenda. Më vonë, pastaj e lexova dhe mora vesh çfarë ishte. Nuk do ketë periudhë më të bukur se sa Robloxi 2018-s. Po më bën shumë kurioze ty tani ta shikoj çfarë është. Nuk ishte ndonjë gjë fantastike, po thjesht eksperienca. Kur isha atje, unë isha 9 vjeç. Po. Ndërkohë unë isha në gjimnaz në atë kohë dhe prandaj ndoshta isha 9 vjeç në atë kohë dhe ishte fantastike. Nuk do rikthehet më kur ashtu siç ishte fatkeqësisht dhe dalin shumë video meme dhe në TikTok që janë të gjithë që po vuajnë këtë nostalgjinë e Robloxit, që tashmë nuk është më siç ishte. Tani luhen nga gjenerata tjetër, gjenerata Alfa. që janë shumë ndryshe nga ne, gjenerata e tretë në mesin ton. Këtu më të vegjël akoma dhe ka marrë formë tjetër. Po, dhe i ka bërë më të vegjël se ndoshta ju e keni arritur në moshë pak më të madhe, kurse ata e kanë arritur shumë të vegjël dhe. Po, nuk e di. Kjo ngelet temë diskutimi si çdo gjë tjetër, por në kohën e shkëlqimit të Robloxit un kam qenë në gjimnaz. Ne ndoshta prandaj nuk më pëlqeu shkëlqimi. Prandaj nuk jemi shumë të njohur e të adaptuar se në gjimnaz. Po. Sado që të luanim, nuk kishim kohën e mjaftueshme për të luajtur.
Një tjetër aspekt shumë i rëndësishëm i metaverse është ekonomia digjitale. Në këto botë virtuale, pra përdoruesit mund të blejnë dhe të shesin objekte digjitale si rroba për avatarët, toka virtuale, vepra arti digjitale ose objekte për lojrat. Shpesh këto transaksione lidhen me teknologjinë blockchain dhe me përdorimin e non-fungible token, pra NFT, të cilat lejojnë pronësinë e verifikueshme të objekteve digjitale. Kjo ka krijuar një ekonomi të re virtuale ku disa përdorues dhe kompani po investojnë shumë të mëdha për zhvillimin e pasurive digjitale. Imagjinon tashmë ku kemi arritur që po shesim objekte, toka virtualisht. As nuk i kemi. Metaverse gjithashtu pritet që të ketë një ndikim të madh në fusha të ndryshme si arsimi, biznesi dhe argëtimi. Në arsim, studentët mund që të ndjekin mësime në klasa virtuale, ku të mund të eksplorojnë modele tridimensionale ose simulime shkencore, siç ne kemi thënë dhe më përpara edhe në mjeksi vlen kjo gjatë shkollës për të parë simulime të ndryshme që mund të ti bëjnë më të kuptueshme eksperimentet. Ka dhe shumë kirurg që kur janë duke bërë atë specializimin e tyre për të bërë pikërisht kirurg, kanë simulime me anë të teknologjisë që kur janë disa detaje të vogla që janë të arritshme vetëm nga teknologjia, po mund të ndryshojnë jetën e personit që kanë në dorë. Në biznes, kompanitë mund që të organizojnë takime virtuale, konferenca ose prezantime në hapësira digjitale më imersive se videokonferenca tradicionale. Në industrinë e argëtimit, koncertet dhe eventet sportive mund të zhvillohen në botë virtuale ku miliona njerëz mund të marrin pjesë nga vende të ndryshme të botës. Pjesë dhe ne të dyja. Normalisht. Ti zgjidh koncertin dhe bëhemi gati, ikim. Yes. Atë nuk do ikim vërtet, por virtualisht. Do na zër shumë më lirë. Po, se duke përfshirë biletat e koncertit, biletat për të vajtur atje ku bëhen koncertet, se ndoshta në Shqipëri nuk vinë dhe figura shumë të njohura, janë pak më të vështirë për të arritur, duhet të shkosh në një vend tjetër dhe kështu që siç do vi për shembull, lexova që do vinte Bad Bunny në Madrid, mos gaboj, tani nga vera. Tani ti duhet të shkosh dhe në Madrid. Të shikosh dhe Bad Bunny. Pitbulli ishte një nga ata të cilët do vinte prap, por tani ne do shkojmë në Pitbulli. Ne do shkojmë në të dy. Se do shkojmë virtualisht dhe kështu që koston e kemi. Megjithatë, zhvillimi i metaverse sjell dhe sfida të rëndësishme. Pra, një nga problemet kryesore lidhet me privatësinë dhe sigurinë e të dhënave, pasi këto platforma mund të mbledhin shumë informacione për sjelljen dhe ndërveprimet e përdoruesve. Po ashtu, ekzistojnë edhe shqetësime përvarësisht nga bota virtuale dhe ndikimin e tyre në jetën sociale të njerëzve. Për më tepër, ndërtimi i një metaverse të plot kërkon infrastrukturë shumë të avancuar teknologjike dhe shpejtësi të lartë interneti, gjë që ofrohet nga rrjetet moderne si 5G. Ne folëm dhe në episodin e kaluar për rrjetet celulare dhe thamë që nuk ishte ndryshim shumë i madh nga 4G-ja në 5G-ja, po ja që metaverse kërkojnë në 5G. Dhe ky është një ndryshim i madh. Po ndryshimi më i madh i metaversit besoj do jetë në 6G. Duke u rritur më tepër ajo shpejtësia, ndoshta ne nuk do mund ta ndjejmë në telefonat tonë se në telefoni në përaq përdoret, po. Po për këto lojra më impenjative, më kërkuese, do ndjehet më tepër ndryshime. Sidomos edhe nga ata njerëz që janë edhe janë për shumë të varur nga lojrat, që absolutisht është një gjë shumë negative. Dhe shpesh shikojmë edhe video të ndryshme në YouTube që dalin bëjnë live streaming, gaming, po dhe në TikTok apo në platforma të tjera dhe shikon atje që ai personi ka dhe 3 kompjuter kështu përballë. 3 ekrane. 3 ekrane dhe luan me të 3 dhe unë që jam këtu nuk e çfarë po. Dhe zhyten atje në dhomë, vjen edhe kufje të flasin dhe me lojtarë të tjerë nga vende të ndryshme që ti as nuk i njeh fare dhe thjesht flet me zë dhe komunikon. Jetojnë jetën. Ato kënaqen. Jetojnë jetën virtualisht. Jetojnë për shembull, nuk e di, bëjnë një luftë atje i thot biri këtij tani. Dhe rinë me orë të tëra dhe me orë të tëra.
që është shqetësuese në fakt, por ky është realiteti. Por në përfundim, Metaverse përfaqëson një vizion ambicios për të ardhmen e internetit, ku kufit midis botës fizike dhe asaj digjitale bëhen gjithnjë më të paqartë. Ndërsa teknologjitë si realiteti virtual, realiteti i shtuar dhe inteligjenca artificiale vazhdojnë të zhvillohen, është e mundur që Metaverse të bëhet pjesë e rëndësishme e jetës tonë të përditshme. Në vitet e ardhshme, kjo teknologji mund të transformojë mënyrën se si njerëzit komunikojnë, punojnë dhe përjetojnë botën digjitale. Po, dhe ka nisur dhe po e bën si proces, domethënë që kanë ndryshuar jetën e shumë njerëzve, por ngelet për tu parë. Është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi me rubrikën e radhës. Na ndiqni. Miq, jemi rikthyer përsëri në studio, pasi kemi folur për pak histori teknologjike, është momenti që të rikthehemi tek ata që janë pas këtyre historive, tek ata që kanë ndikuar e kanë formësuar këtë histori. Sot do të flasim për një nga shpikësit më të mëdhenj dhe më të famshëm në historinë e njerëzimit. Thomas Edison, një njeri që ndryshoi mënyrën se si ne jetojmë, punojmë dhe komunikojmë. Ai njihet si shpikësi i llambës elektrike, por në fakt kontributet e tij janë shumë më të mëdha. Edison regjistroi mbi 1000 patenta dhe ndikoi në shumë fusha të teknologjisë, nga energjia elektrike tek regjistrimi i zërit dhe industria e filmit. Dhe madje Thomas Edison është një nga emrat më të njohur të asaj kohe dhe në kohët e sotme, që një nga të gjithë ndryshe nga personazhet e tjerë që ndoshta nuk kanë qenë dhe aq të njohur. Thomas Alva Edison lindi në 11 shkurt të vitit 1847 në qytetin Milan, Ohio, në Ohio. Ai ishte fëmia më i vogël në familjen e tij. Që në fëmijëri, Edison ishte shumë kurioz dhe interesuar për mënyrën se si funksiononin gjërat. Ai nuk ishte një nxënës shumë i mirë në shkollë dhe madje mësuesit e konsideronin si një fëmijë problematik, sepse bënte shumë pyetje. Është fëmijë, është kurioz për botën, normalisht do bëj botën, nuk e kuptoj pse duhet të jetë problem kaq i madh. Dhe pikërisht ti edhe mësues dhe për atë je përgjegjës dhe duhet mësuesi konceptojë, sidomos në kohët më përparshme, si njëri që di çdo gjë. Po. Dhe tek ai referohemi dhe duhet t'ja themi atij se nuk ka pasur internet dhe kështu çdo pyetje dhe duhet të kishte patjetër një përgjigje. Për këtë arsye, nëna e tij vendosi që ta edukonte vetë në shtëpi. Ajo luajti një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e tij, duke i inkurajuar vetëm që të lexonte dhe të eksperimentonte. Që në moshë të re, Edison krijoi laboratorin e tij të parë në bodrumin e shtëpisë. Ai kryente eksperimente me kimikate dhe pajisje të ndryshme, duke treguar një pasion të jashtëzakonshëm për shkencën. Por më pas, në adoleshencë, Edison filloi që të punonte si shitës gazetash në teren. Gjatë kësaj kohe, ai vazhdoi të eksperimentonte dhe madje krijoi dhe një laborator të vogël në vagonin e trenit. Një moment tjetër i rëndësishëm në jetën e tij ishte kur ai shpëtoi një fëmijë nga një aksident me tren. Dhe si falenderim, babai i fëmijës i mësoi Edisonit telegrafin, një teknologji shumë e rëndësishme komunikimi në atë kohë. Kjo aftësi e çoi Edisonin drejt karrierës së tij si shpikës dhe inxhinier. Dhe imagjino që po mos kishte qenë ai aksidenti, ndoshta Edisoni nuk e kishte bërë këto gjëra që bëri, sepse telegrami i hapi pak ndoshta rrugën, le të themi, për shpikjet e tij më të mëdha. Një nga shpikjet e tij të para ishte një pajisje për regjistrimin e votave në parlament. Megjithatë, kjo shpikje nuk pati sukses sepse politikanët nuk ishin të interesuar për të. Ky dështim i mësoi Edison një mësim shumë të rëndësishëm. Një shpikje duhet të zgjidhë një problem real për njerëzit. Pra, ndoshta në atë kohë nuk konsiderohej si një problem shumë i madh për të numëruar votat në parlament, sepse ndoshta dhe drejta e votës ka qenë shumë e cënuar dhe nuk kanë pasur mundësi të gjithë nuk ka qenë aq e nevojshme sa në ditët e sotme për të numëruar votat, se ndoshta ata votonin dhe brenda parlamentit dhe ishin të menaxhueshme për të numëruar dhe manualisht. Por kontributi i Thomas Edison në teknologji është jashtëzakonisht i madh dhe prek disa fusha kryesore që e ndryshuan mënyrën se si njerëzit jetojnë sot.
Ai solli revolucion në ndriçimin elektrik me një nga arritjet më të rëndësishme të tij, me zhvillimin dhe përmirësimin e incandescent light bulb. Edhe pse eksperimente me llamba elektrike ekzistonin më parë, Edisoni ishte ai që arriti të krijonte një llamp që zgjaste më shumë dhe ishte praktike për përdorim të përditshëm. Ai eksperimentoi me mijëra materiale të ndryshme për filamentin e llambës, derisa më në fund arriti të gjente një zgjidhje që funksiononte më mirë. Kjo shpikje bëri të mundur që shtëpitë, rrugët dhe fabrikat të ndriçoheshin me energji elektrike dhe të mos vareshin më si më parë nga qirinjt ose nga llambat me vaj. Por kontributi i Edison nuk ishte vetëm llampa, të cilën e njohim, jo vetëm që e njohim, por dhe e përdorim vazhdimisht, dhe po mos kishte qenë ai, nuk do kishin qenë as llampat ndoshta. Ai zhvilloi dhe sistemin e plotë të shpërndarjes së energjisë elektrike, duke përfshirë gjeneratorët, kabllot dhe rrjetin elektrik. Në vitin 1882, ai ndërtoi një nga sistemet e para të furnizimit me energji elektrike në New York City, duke furnizuar mijëra shtëpi dhe biznese me energji elektrike. Ky sistem u bë modeli për rrjetet moderne elektrike, pra që përdoren sot në të gjithë botën. Por një tjetër shpikje revolucionare e Edisonit ishte fonograf. Kjo pajisje ishte e para në histori që kishte mundësinë që të regjistronte dhe të riprodhonte zërin njerëzor. Para kësaj shpikjeje, zëri ekzistonte vetëm në momentin kur flitej ose këndohej. Fal fonografit, zëri mund të ruhej dhe të dëgjohej edhe më vonë. Kjo shpikje hapi rrugën për shumë teknologji të tjera, si për shembull industria e muzikës, regjistrimet radio dhe transmetimet audio, dhe gjithashtu edhe pajisjen moderne për regjistrimin e zërit. Në një farë mënyre, kjo teknologji mund të quhet si pararendësja e pajisjeve që ne përdorim sot për të dëgjuar muzikë ose për të regjistruar podcaste si ky yni tashmë. Po, dhe madje prapë edhe këtu ndalim në faktin të cilën e përmendim shpesh që kanë lindur shumë herët. Po. Të gjitha këto, duke filluar nga llampa, se ndriçimi ndoshta ne nuk e konsiderojmë si në ditët e sotme një shpikje shumë të madhe, por që ka qenë vërtet një shpikje shumë e madhe. Po, normalisht. Normalisht, sepse imagjinon nëse nuk do ta kishim, sot nuk do ndriçoheshim dot. Por dhe këto avancimet e si fonografi për regjistrimin e zërit dhe muzikës kanë bërë pothuajse një hap shumë të madh, sepse sot nuk do kishim as regjistrime të ndryshme të cilat mund të ndodhnin nuk do kishim teknologjinë që kemi sot. Po. Gjithashtu, Thomas Edison ka dhënë dhe kontributin e tij në industrinë e filmit. Edison gjithashtu luajti një rol shumë të rëndësishëm në këtë industri, sepse zhvilloi pajisjen e quajtur kinetoskop, e cila lejonte njerëzit që të shikonin imazhe në lëvizje. Megjithëse kjo pajisje mund të përdorej vetëm nga një person në një kohë, ai ishte një nga hapat e parë drejt zhvillimit të kinemas moderne. Laboratorët e Edison prodhuan gjithashtu disa nga filmat e parë të shkurtër në histori, duke ndihmuar në krijimin e një industrie të re që sot është një nga format më të mëdha të argëtimit në botë. Por këto nuk kanë qenë të vetmet shpikje kontributet të Edisonit. Një tjetër kontribut shumë i rëndësishëm i Thomas Edison ishte mënyra se si ai organizoi punën shkencore dhe teknologjike. Në laboratorin e tij në Menlo Park, ai krijoi një ekip shkencëtarësh, inxhinierësh dhe teknikësh që punonin së bashku për të zhvilluar për të krijuar shpikje të reja. Ky ishte një nga laboratorët e parë industrial të kërkimit dhe të zhvillimit në botë. Sot, shumë kompani të mëdha teknologjike përdorin ende të njëjtin model të kërkimit dhe të inovacionit që Edison e zhvilloi më shumë se një shekull më parë. Shumë herët. Gjatë jetës së tij, Thomas Edison regjistroi më shumë se 1000 patenta për shpikjet e tij. Këto përfshinin teknologji në fusha të ndryshme si energjia elektrike, komunikimi, regjistrimi i zërit, filma dhe fotografia, si dhe pajisje industriale. Ky numër i madh patentash tregon jo vetëm kreativitetin e tij, por edhe aftësinë për të kthyer ide të produkte praktike që mund të përdoren nga të gjithë njerëzit.
Dhe sot ne e tham dhe e përmendëm që është shumë e vështirë ta imagjinojmë jetën pa shumë teknologji që Thomas Edison na solli dhe ndihmoi që të zhvilloheshin. Megjithatë, ndriçimi elektrik, regjistrimi i zërit dhe filmat janë bërë pjesë e përditshme e jetës sonë. Kontributi i tij tregoi se inovacioni dhe kërkimi shkencor mund të ndryshojnë mënyrën se si funksionon shoqëria. Prandaj, Thomas Edison konsiderohet një nga figurat më të rëndësishme në historinë e teknologjisë dhe inovacionit. Por tani ne do të përmendim pak edhe jetën personale të Thomas Edisonit dhe gjithashtu edhe 2 vitet e fundit të jetës së tij. Edison u martua 2 herë dhe pati 6 fëmijë. Ai vazhdoi të punonte dhe të shpikte gjatë gjithë jetës së tij. Thomas Edison vdiq më 18 tetor 1931 në West Orange në New Jersey, në moshën 84 vjeçare. Në ndër të tij, shumë qytete në Shtetet e Bashkuara fikën dritat për disa minuta si një simbol për njeriu që solli dritën në botë. Sa interesante, dhe një shumë gjesti i bukur nga ana e Shteteve të Bashkuara, sepse për hir të tij ne nuk do kishim ndriçimi dhe kështu që i fikim dritat për 1 minutë. Sot Edison konsiderohet si një nga shpikësit më të mëdhenj në histori. Shpikjet dhe idetë e tij ndikuan në zhvillimin e shumë teknologjive moderne, nga energjia elektrike te industria e argëtimit. Ai tregoi se kurioziteti, puna e palodhur dhe këmbëngulja mund të ndryshojnë botën. Dhe kjo është shumë e vërtetë dhe aktuale në çdo kohë. Në çdo kohë dhe nuk shprehje që do na shoqërojë gjithmonë. Është momenti që të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me një nga rubrikat tuaja më të preferuara. Mos u largoni. Ja ku jemi rikthyer në rubrikën Kuriozitete teknologjike. Është ajo ana pak humoristike e botës së teknologjisë, por edhe shumë interesante. Dhe pikërisht sot për ju kemi sjellë disa kuriozitete për robotët. Robotët mund të rriten si organizma. Shkencëtarët po zhvillojnë robot që mund të ndryshojnë formën ose të rriten vetë duke përdorur materiale të veçanta të frymëzuara nga organizmat biologjik. Kjo fushë lidhet me soft robotics. Ka robots që janë krijuar nga qeliza të gjalla të vërteta. Në vitin 2020, shkencëtarët krijuan të ashtuquajturit Xenobots, të bërë nga qeliza të bretkosave. Ata mund të lëviznin dhe të kryejnë detyra shumë të thjeshta. Edhe unë ngela shtangur nga kjo, si nga disa bretkosa mund të arrim në disa robot, që më përpara as nuk e imagjinonim që robotët mund të përbëheshin nga qeliza të gjalla. Dhe roboti i parë që njohim është Sofia, siç e njohim të gjithë, por ka qenë një avancim për kohën, por jo ndonjë robot i evolucionit shumë të madh. Tashmë dhe robot shumë që kanë evoluar shumë quhen edhe madje robotët që thjesht i lëshon dhe të fshin shtëpinë. Mendoj se kjo lidhja me bretkostat është për atë faktin se edhe pas vdekjes, ngordhjes së tyre, qelizat e bretkosave ende ngelen të gjalla për disa momente që janë akoma duke lëvizur dhe ndoshta nuk cënojmë as ekosistemin deri diku. E kanë lidhur me diçka këtë pjesë që me këto qeliza ndoshta mund të krijohet diçka. Ngelet për të parë. Robotët e ardhshëm mund të shërohen vetë. Disa robot eksperimental kanë materiale që mund të riparojnë veten kur dëmtohen, ngjashëm me mënyrën se si shërohet lëkura e njeriut. Dhe ne deri tani folëm për qelizat e gjalla, të cilat disa robot përbëhen dhe tashmë mund të shërojnë dhe vetë. Pra, dita ditës po shtohet nga një gjë që ne mund të kthehen, mund të arrin deri diku dhe njerëzit. Këta po bëhen të palëndueshëm. Po i kalojnë njerëzit. Po i kalojnë sepse ndryshe dhe nga ne ndjejmë dhimbjen, ne përjetojmë sensin e dhimbjes. Po, nëse lëndohemi dhe kështu, kurse ata nuk e përjetojnë fare, thjesht e marrin, u dëmtuan, okay, thot ai se po e riparoj në sekondë dhe riparon vetveten. Prit pak. Robotët mund të bëhen shumë të vegjël. Shkencëtarët po zhvillojnë nanorobotët, pra robot mikroskopik që mund të udhëtojnë brenda trupit të njeriu për të trajtuar sëmundje, dhe kjo lidhet me fushën e nanotechnology.
Imagjinon që sa shumë sëmundje mund të shërohen nëse kjo do arrihet. E vërtet, po. A i dinit se robotët tashmë mund të ndërtojnë ndërtesa? Në të ardhmen, robot ndërtues mund të ndërtojnë shtëpi dhe ndërtesa të tëra pa ndihmën e njerëzve. Kompani si Boston Dynamics ose Tesla po zhvillojnë robot për punë fizike. Edhe ne kemi përmendur shpesh që ka edhe tashmë edhe printera 3D, që ndihmojnë dhe në arkitekturë apo fusha të ndryshme, por ja që çdo gjë evolon. Robotët mund të kenë lëkurë artificiale. Shkencëtarët po krijojnë materiale që i japin robotëve sens të prekjes duke përdorur teknologji të quajtur electron skin. Robotët tani mund të bëhen edhe shoqërues të njerëzve. Në të ardhmen, robotët mund të shërbejnë si asistent personal, kujdestar për të moshuarit dhe shoqërues pas zhvillimit të inteligjencës artificiale. Imagjinon të kemi një shoqërues robot. Sa mirë. Të kish një shoqe robote. Po si mund të jetë biseda me atë? Ndoshta jo kaq kreative, por jo, mendoj të ishte më kreative. Mendon ndoshta se mund të ishte më kreative, por nuk do kishte sensin e ndjenjës aty brenda. Në fakt, do t'i dinte të gjitha. Edhe do të bësh e mërzitshme. Po. Po, është i vërtetë, po. Unë nuk do ta doja për vete. Robotët mund të kolonizojnë hapësinë. Në të ardhmen, robotët mund të ndërtojnë baza në planete të tjera si Mars para se njerëzit të mbërrinë atje. Projekte të tilla po studiohen nga NASA dhe SpaceX. Robotët tashmë mund të krijojnë robotë të tjerë. Robotët nëna. Mund të lindin. Disa laborator po eksperimentojnë me robotë që mund të projektojnë ose të ndërtojnë robot të rinj, një koncept që quhet self-replicating machines ose makineri riprodhuese. Dhe në fakt është e vërtetë dhe kjo që thoshun që po lindin, sepse diku lexova që po zhvilloi një tip roboti që mund të ngelej shtatzan dhe mund të lindte fëmijë, por fëmijë të vërtetë. Domethënë merrej embrioni, po, merreshin embrionet e ndryshme dhe sigurisht është në fazë testimi akoma dhe do shumë kohë mendoj derisa të arrijë në fazën e dur, por që është menduar dhe po testohet. Unë mendoj se kjo që ka robot që mund të krijojnë robot të tjerë është pak e frikshme. Sepse kur nuk është një njerëz që i kontrollon aty që i kontrollon, ti nuk e di se çfarë mund të krijojë ai tjetri. Mini robot. Dhe imagjinon, po, robotët pastaj këta dolin një të tjerë dhe pak nga pak do bëhemi më shumë robot se sa njerëz. Por shpresoj mos arrim deri në atë. Dhe nuk do doja asaj shumë kohë. Po. Dhe prandaj them, shpresoj që mos arrim deri në atë situatë, sepse pastaj do shkonte në një eskalim të situatës dhe njerëzimi nuk do të ishte më njerëzim. Në të ardhmen, robotët mund të duken pothuajse identik me njerëzit. Me zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe materialeve të reja, robotët humanoid mund të kenë lëvizje, mimik dhe komunikim shumë të ngjashëm me njerëzit, duke e bërë dhe të vështirë dallimin mes tyre. Dhe ne po e vëmë re dhe në këto kuriozitete që sollëm që disa po ndërtohen nga qelizat të gjalla, disa janë të aftë të veçërojnë lëkurën e tyre, kështu që imagjinon Elena të prezantohet dikush që është robot. Imagjino tani, por në pamje të parë si njeri dhe ti e merr për njeri. Po ndoshta je ti. Po shikoj se nuk i dihet. Po mendoja u kujtova para disa episodesh që ne po thoshim këtë që në një nga kuriozitetet teknologjike që me anën e zhvillimit të inteligjencës artificiale nuk do mund të përdoren më videot as si prova në polici. Po. Dhe tani edhe me robotët, duke qenë se do bëhen aq identik me njerëzit, mund të fshihen shumë tjerë se shumë gjëra. Dhe madje tani kohëve të fundit me zhvillimin dhe të luftës midis Iranit dhe SBA-s, shumë video po qarkullonin në internet para disa ditësh që ishte një sulm i disa raketave dhe kështu që në të vërtetë nuk kishte ndodhur. Po. Por ishte bërë me inteligjencën artificiale, por duke
absolutisht reale dhe unë që e pas tash unë shtanga dhe më pas e lexova më poshtë që ishte krijuar me inteligjencë artificiale, unë shtanga sepse ishte aq reale sa ti nuk e bëje dot dallimin fare. Nuk ke më çfarë ti besosh. Po fare, po dhe ishte edhe në të njëjtën kohë dhe e frikshme, sepse shikon që po prishen shtëpi, po lëndohen njerëz dhe ta imagjinoj gjithë ato dhe më pas kur e lexova që ishte nga inteligjenca artificiale sikur e leh të solva. Por që po, inteligjenca artificiale po arrin ndoshta të dalë pak jashtë situatës për mendimin tim. Shumë mendoj unë jashtë situatës. Po, sepse po bëhet vërtet e padallueshme. Dhe mendoj se tani nuk do mbahet më. Po, me kohët që kanë erdhur nuk do ketë më asnjë dikush që ta ndaloj, po, absolutisht. Po që mjafton që ne vetë ta përdorim atje ku duam që në mënyrë të ta bëjmë ndoshta ta minimizojmë deri diku. Kjo ishte gjithçka që ne kisim përgatitur për ju sot. Folëm për rubrika të ndryshme si lajmet e javës, ju sollëm histori dhe gjithashtu dhe një personazh shumë të njohur siç ishte Thomas Edison dhe kuriozitetet tona teknologjike. Shpresojmë që të jeni kënaqur me ne. Ju falenderojmë që na ndoqët deri tani dhe deri në episodin e radhës. Mirupafshim.